Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në këndin tonë të gatimit me Katerinën. Mirëmëngjes, Kati, ditë të bukur të kesh. Faleminderit gjithashtu edhe për ty zemër. Mirëmëngjes dhe ju të dashur anvisa. Ju urojmë një ditë të bukur dhe ju ftojmë këtu te këndi ynë që të tregojmë receta që kemi për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot do të kemi kuzhinën aziatike, faktikisht herë pas here mirë është që edhe ne ta shijojmë dhe ta provojmë. Ka shumë njerëz që shijojnë nëpër lokale, Po, edhe preferohet shumë me çdi. Preferohet shumë kuzhina aziatike, ka marrë një terren të veçantë edhe në restorantet tona vendase. Sigurisht alternuar dhe me tradicionale, siç ke bërë ti sot. Po, është e vërtet faktikisht, por kompania Neranzi na jep mundësinë që të jenë këto produktet edhe në dyqanet e tyre, që të kemi mundësi t'i psonisim dhe t'i bëjmë dhe në shtëpi, dhe t'i bëjmë në mënyrën tonë, ashtu siç na shijojnë neve, jo tamam fiks, sepse ç'është e vërteta që të bësh gatimet e tyre, duhet të dish sekretet e tyre, domethënë më detaje. Gjë që neve nuk është se i dim tamam fiks ato gjëra. Nuk jemi, s'është kuzhina jo, s'na përket ne, por i bëjmë në mënyrën tonë, i sillim në mënyrën tonë dhe na shijojnë shumë mirë faktikisht. Do ju tregojmë mënyrën se si do ta përgatisim këtë recetë, noodles temon, që do ta bëjmë me perime, do ta bëjmë edhe me fileto pule. Janë këto salsat e veçanta që edhe këto që shikoni ndodhen te kompanitë Neranzi, që këto e bëjnë të veçantë faktikisht dhe na e sjellin atë shijen e tyre, domethënë të kuzhinës aziatike. Përveç se kësaj, neve do të bëjmë, t'i themi dhe produktet pastaj më mbrapa kur të kalojmë domethënë tek receta, sepse ne do të fillojmë me këtë recetën tonë që pothuajse kjo është tradicionale, që është e vërteta, mënyra se si do ta sillim do jetë pak si më ndryshe nga i byreku tradicional që bëhet me spinaq. Te kompania Neranzi unë kam gjetur edhe këtë djathi në shkrir, nuk është ai djathi i shkrir, domethënë që është i bardhë, këtu është një djathi i shkrir që është në ngjyrën domethënë si ai djathi bebe që thoshnim neve dikur. Që përveç se mund ta përgatisim dhe ta bëjmë më kështu byrek, mund ta bëjmë kurioze sot për këto. Na pas ke marrë goxha produkte të reja sot në Neranzi, edhe gjithmonë kemi kuriozitet të dim se si mund t'i përshtasim në dietat tona ushqimore. Do t'jetë edhe kjo tema në fakt që do flasim pas orës 10 me nutricionistin pikërisht për këto produktet e veçanta që ne mund të gjejmë tek Neranzi. Të ndihmoj unë nëse ke nevojë? I ka ajo hapësirat e veta? I ka këto. Ja. Është shumë e thjeshtë. Sa i kanë. Edhe i ka dhe me gramatur, domethënë, jo, i përdorim domethënë edhe për ta përgatitur me bukë si e konsumonim diku. I bënim me lyej me bukë si gjalp në vend të gjalpit, por mund ta përdorim për makarona, domethënë që ta përdorim në makarona të salsën e makaronës bëjnë shumë të mira këto. Por ja hedhim këtë djathin në sallatra të ndryshme. Ne ta shoh një çfarë thotë këtu. Akoma dhe për ëmbëlsira, është një djath shumë i mirë. Atëherë, neve kemi spinaqin. Me çfarë do ta bëjmë këtë byrek? Do ta bëjmë ndryshe thash dhe do të tregoj mënyrën, do të jetë i rrudhosur, nuk do të jetë ai që do të mbulohet, domethënë me petë. Do të kemi këtë djathin e shkrir që do të hedh brenda, do të kemi vezë, do të kemi qumësht, kripi per dhe nëse doni, dhe ju ndodhet në shtëpi kjo miks erzash faktikisht, është diçka e mirë që i jep një tjetër shije byrekut. Është e njëjta miks erza, kanë ndryshuar paketimin. Po. Sa kanë çuar s'kan bërë? Më kujtuaj një histori me këtë paketimin. Këtë herë. Por që përbërja është e njëjtë, pra i miks të famshëm i erzave që ne kemi me shumë dëshirë këtu në studio, më pëlqen. Por mos të vonuar tani Anila, të fillojmë. Kemi dhe këto petat. Petat fantastike. Të lutem gëshërët Anila. Po, erdhën. Të hapim këto petat. Faleminderit. Me petët e gatshme, petët 1 kilogramshe që gjeni tek Neranzi, që bëni brenda ditës 3 receta me kaq sasi petësh sa keni. Dhe me qenë se ndodhen këto petët e gatshme, unë falenderoj një zonjë Anila që na kishte shkruar dhe nuk pata mundësinë domethënë që t'i ktheja përgjigje, sigurisht që do ja kthej edhe në YouTube. Domethënë ajo kishte bërë baklavan dhe i kishte pëlqyer jashtëzakonisht shumë mënyra sipas recetës që kemi bërë ne. Por më thoshte që Katerina kisha të vetëm gjë, më tha mua, nuk e di pse peta e fundit më ishte qullosur pak, tha. Po pse që shërbeti ndoshta? Shiko tani, atëre, dua t'ju them anvisës edhe zonjës, por edhe gjitha që mund të na ndjekin e dëgjojnë, domethënë se mund ta ketë bërë dhe ndonjë tjetër këtë lloj gjë. Sekreti këtij lloj baklavaje është që tham do ta pjekim në 150 gradë në rreth 1 orë gjysmë, 1 orë 1 orë gjysmë. Pjekja e parë. Dhe do ta kemi të nxehtë edhe sherbetin, edhe atë, domethënë baklavan. Dhe do ta hedhim
të ngrohtë. Sa e nxjerrim nga fura, edhe sherbetin të ngrohtë, ja hedhim e përvallojmë me njëherë. Nuk pëson asë një gjë. Ajo i qullosur nuk e di nëse keni vendosur në një gjësi për, dhe me thënë që donit që ta mbani të zbutej nga sherbeti. Ndikon, ajo si tu ashe qullos. Po, e kuptaj, se rinë avujt i gjithë brënda pastaj. Ndoshta mund të jetë një diçka e tillë, nuk e di, nuk ma sqaroj përse i ndodhi dhe si e bëri. Ne ja dham një përgjigje. Për vazhdim komentesh, zonja shkruan në këtë përgjigje live në studio. Ka një mënyrë komunikimi gjithmonë. Tani, unë do të përgatis spinaqin që ta kem gati këtu. Blerim që këtu edhe këto tani se... Po, se e pam, a i djati më përqenë shumë dhe jam kuriozë të provojmë edhe kur ta hapim si paketim. Anila, do hedhim dhe pak gjalp aty, sepse më dojtë dhe pak gjalp tek tigani. Ja kam lugën këtu. Shiko, ta ndesë këtë si përuna, apo do lëvizësh tiganën të? Do vëm tenqeria vogla, po. Oke. Ta vëm këtu më mi që ta kemi edhe më kollaj, se tigani do më duhet për recetën tjetër. E qartë, okej, mirë. Ja, këto është mjaftueshëm se do përdorim edhe vaj. Okej. Kështu ishte ta marrë dhe vajin këtej. Po, edhe bëjmë shkëmbime. Mirë, ne e përmëndëm, po më ja kujtoj pak se me qëfar përgatuajmë ne sot me produktet në Ranzi. Jam fantastike. Ka ishë produktet veçanta, se okej, këto të përdiqme që ne i kemi gjdo dit pjesë të recetave tona, ku di unë vaj u lirit, kripa, piperi, erzat e pafundme, etjer. E dim që ju i keni të preferuar atuaja, po ndërkohë që kur sjellim edhe receta kaq interesante se do të bëjmë sot një miksim të një byreku me spinaq dhe krem djathi dhe po e quajmë recetën tradicionale. Ja, këto salcat janë fantastike. Do kemi sot recet aziatike, si që janë noodlesat. Noodlesat janë një variant makaroni, që sigurisht vjen me origin aziatike, janë këto këtu. Këtu i kemi në variantin organik, edhe ju i dalloni. Okej, kjo është paketimi, ndërkohë edhe nga ngjyra ju shikoni që ka një ngjyrë tjetër, sepse janë tërësisht bio dhe është edhe varianti tjetër. Ky këtu ka edhe të tjera, shumë, fëmijët i pëlqejnë shumë, pati një periudhë që shpërthyen dhe ca trende kështu në rrjetet sociale pikërisht me këto noodlesat, sepse janë shumë të thjeshta për të përgatitur vetë edhe nga fëmijët. Duan 3-4 minuta kohë zgjerrje, kështu që si çdo gjë tjetër që kthehet edhe në virale, po në këtë rast edhe të shëndetshme, noodlesat janë shumë të shijshme dhe interesante. Për më tepër kur do të gatuhen edhe me përbërësit e tjerë që janë pjesë e recetave, si që janë salsat e ndryshme, dhe salsa që ne kemi në duar, unë po e marr pak, sepse ka emrin e saj karakteristik, është sriracha, në këtë rast është kjo e erta këtu, vjen një salsa e ëmbëlaqe dhe pikante, por e keni edhe në variantin tjetër. Të dyja shkojnë shumë për recetat të kësaj natyre, kështu që janë salsat ato që shumë shpesh zën hapësirën më të madhe në këto receta. Ka dhe bëjnë edhe diferencën, por mund të përdoren edhe për mishra të ndryshëm, mishi i pulës e tjerë. E hoqa se thash do na... Se ndjeva aromën e gjalpit edhe thash... Ndërkohë që flisja hoqa edhe gjalpin. Ashtu, e spërkatim do me thënë edhe me pak krip. Tani këtë, e punojmë. S'ka nevoj të përvëllohet spinaqi. Spinaqi, ja. Thjesht e zbutim pak me dorë. Oke. Ta lë këtu të lugën e djathit është, se ndoshta të duhet pra për të shtuar. Punojmë tani këtu. Do hapim vezët edhe erzat, që do hedhe edhe një pjesë të erzave, gjatë përpunimit të nxehtë, do të lidhet me spinaqin, do të shkridhet, do të na bëhet shumë e shijshme. Po, mund të ishte. Heqim edhe këtë. E kanë bërë si Coca-Cola. Nëse do të ndihmoj unë. Okej. Shko se sa mirë. Ambalazh interesant kë. Ti hedhim, unë do t'i hedh pak, sepse do të më japi shije, kështu që do t'i hedh edhe pak nga pjesa e... Okej. Ndërkohë, ne shohim recetat së bashku në ekran. I hedhim një sy të gjithë përbërësve që do të na duhen për të gatuar këtë recetë. Edhe tjetrën pa diskutim. Jemi që jemi, i lexojmë të dyja. Byrek me peta të rudhosura, spinaq dhe djathë të shkrirë. Na duhet një pako peta, 500 gramshë, 500 gram spinaq, 300 gram djathë të shkrirë, 3-4 vezë, 1 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj vaj, 2 lugë gjelle gjalp dhe 1 lugë kafeje baking powder ose pluhur pjekëse. Noodles me perime.
Përbërësit janë këto, një pako noodles, 200 gram fileto pule, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një kungulleshk mesatare, një spec, një patlıcan, një karot, vaj, 2 luk gjelle salsë soje dhe 2 luk gjelle salsë Ballantine se kanë shkruarit këtu, sepse kjo është edhe emri i markës, me gjithë ato unë salsat ja u tregova, pra janë salsat sata ëmbllaqe dhe pikante, me atë shijen karakteristike, me origjinë aziatike që preferohen për recat kësaj natyre, për përgatitjen e sushive të ndryshme, edhe ato elementët edhe ingredientët të gjithë për të bërë sushi në shtëpi, keni tek në ranzi, deri tek ai tapeti rrudhosës, të shkopinte të gjitha me radhë, dhe janë vërtet shumë interesante, apo ato fletët e algave, për ju që jeni të pasionuar edhe i bëni vetë në shtëpi. Dhe po i përmend me qenë se sot jemi pikërisht te këto receta moderne edhe kurioze për të provuar, për të gatuar edhe vetë pra në kushte shtëpie. Mjafton që të gjejmë përbërësit, që shpesh janë të vështirë për të gjendur në tregun shqiptar, por në Ranci ka menduar t'ju asjellë ato në të gjitha pikat e dyqaneve organike në Ranci, si Shqipëria ashtu edhe në Kosovë, kështu që puna është lehtësuar për të gjitha pasionuarit pas shijes edhe kuzhinave të veçanta. Tani jemi në rregull, Anila, të lutem më sill pak atë gjalpin këtej. Se çfarë nuk ishim në rregull në Kati, që jemi në rregull tani. Tani vazhdojmë të jemi në rregull. Tani jemi më në rregull. Hajde ta heqim dhe këto, ta vendosim këtu. Të hedh pak gjalpi do t'i shtojmë vaj, sepse dua që të spërkat petët, edhe do të më duhet të gjalp që edhe ajo që do të ngelet, edhe me vaj tjetër, do të hedhim edhe te pjesa e vezëve. Tani si bëhet kjo, shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Atë që them gjithmonë, nuk ka nevojë që ta bëjmë me fush, se në brendësi do vej dhe yndyrë tjetër. Tani nga pjesa e këtyre. Mirë është në shtëpi anvisat ti hapin edhe me duar. Po, se kremi i djathit i kam bërë ato që të ngjisin pak me njëra tjetrën. Plus që kemi një mbushje të ftohtë. Po. Do zëjnë në vende furrën të mbezur. Do t'i mbledhësh, do t'i palosësh, do t'i rrudhosim, Anila. Pra, prandaj quhet e rrudhosur. Nuk do i rrudhosim në tavë, do i rrudhosim kështu jashtë. Do i rrudhosim jashtë. Nuk ka rëndësi që edhe nëse mund të na bashkojnë 2 peta bashkë. Nuk na prish mos u fusni në siklet, ja. Tani duke i rrudhosur, ajo ngjiten këto pjesa e këtyre. Edhe në pjesët që s'kan vajtur, mundet të hapim në momentin që e rrudhosim ja në këtë mënyrë. Tani një pyetje kam. Vezët ku do t'ja shtojmë? Më mbrapa. Çfarë të hequn? Vajin. Tenxhere që të duket se do ta la atje tavën. Ata hapamje thoate. Po, sheshpamje. Okej, po e kaloj këtej tenxherën, kur të na duhet e marrim prapë. Në këtë mënyrë. Pritë na pengon dhe diçka tjetër. Tani e kemi më të qartë. Edhe mbushim sa të marrë tepsia. S'ka gjëja, tani bëjmë më shpejt. Sepse tham që do përdorim edhe me dorë. Në këtë mënyrë bëhet anil. I rrudhosim. Interesante. Edhe në momentin që do t'i hedhim edhe pjesën e vezëve, do të rafim vezët. Ajo do bëhet si një trup e gjitha? Do me thënë, do kthehet si një... Se do hedhim vezë, do hedhim qumësht, po. Do hedhim dhe qumësht. Edhe... Qëfar do? Se kom të ndonë? Shikoj. Thamë se mos kemi bërë ndonjë gjë. Jo, jemi në rregull. Nëse do të nisë në një gjë unë këtej, po... Edhe jo. Nuk do sa të bëjnë shpejt. Për tani më mirë të tregojmë të marrojmë pjesën e mos shpërndahemi. Mos të hapemi andej dhe andej. Tu japim rëndësi, do me thënë, këtyre që anvisat i shikojnë. Është djathi shkrirë që bën këtë gjë, por ju garantoj që ky lloj djathi e bën shumë të shishëm. Edhe sot në një ditë me shi, tipike ajo dita për të qëndruar në shtëpi, për të gatuar në një byrek, për t'i dhënë shtëpisë aromë,
dëshirë për të qëndruar aty brenda. Lumë ju që jeni në shtëpi tani dhe keni marrë ditën kështu me Terezi, pse jo edhe në shoqërinë tonë, duke pirë kafe në mëngjesit, duke parë se çfarë ne po gatuajmë, duke bërë planet tuaja të ditës apo të gatimeve tuaja. Duhet ju them anvesave, këtë lloj byreku mund ta bëjnë edhe me një djathtë të zakonshëm, mund ta bëjnë edhe me gjizë, por kjo ka shijen e veçantë. Ky lloj djathi. Kështu që bëjeni edhe një herë kështu, si të thëmë, ndrojmë gojën, thoshnin. Po, është e rëndësishme, shpesh herë, kjo e bën atë vështirësinë e të gjeturit çfarë do gatuaj, pra për të mos përsëritur të njëjtat receta e të njëjtat shije çdo javë. Kështu që këto ndryshimet e vogla, apo i shoftë edhe një krem djathi apo një ingredient më shumë apo i ndryshuar në një recetë, sjell atë ndryshe edhe tamam ndrojmë shijen. Ç'është e vërteta, kremi i djathit e bën shumë të shijshëm. Shumë të mirë bën. Edhe është që thash e marrim dhe e kemi atë paketimin, bëjmë edhe gjëra të tjera, qoftë edhe fetë kështu bukë, ta konsumojmë kështu me bukë. Ta lyejmë, po. Lyejmë bukën. Po, po. Është shumë për salsa të ndryshme, për ëmbëlsira. Është ndër ato për ëmbëlsira, për makarona, që më pëlqen shumë anë makarona ky lloj djathi. Do të bëhet një salsë e shpejtë. Kur do shkri në momentin që do të vendoset, mund ta bëni edhe në tavën drejtë, dhe i vendosni kështu si shirita. Po. Por edhe kështu, prapë domethënë ka atë bukurinë e veçantë. Edhe njëza, jo? Edhe një. Po dhe për mbushjen për një e kemi, kështu që. Po, fiks tamam. Mua nuk më pëlqen që t'i bëj do thuash tani me furçë, ajo s'ka nevojë, sepse ajo gjatë përpunimit të nxehtë, do marri edhe në momentin tjetër, neve do të hedhim edhe yndyr bashkë me vezët, gjë që na s'kemi edhe lëngje këtu, sepse e kam punuar spinaqin shumë pak, dua që ta kem kështu jeshil. Qartë. Dhe më pas, qumshi dhe vezët sipër do ta ndihmojnë që të mos na vyshket, apo jo, gjatë po, pjekjes, nuk ndërkohë rrezikojmë? Zbutet, vyshket, merr shije tjetër, se tani qumë është vezë, plotësohet akoma më tepër byreku. Nuk ngelet vetëm këtu me këtë djathin edhe me spinaqin. Edhe ndërkohë unë thash i hodha dhe nga këto erzat, gjë që na e bën të shijshëm byrekun ton. Edhe juve në shtëpi, nëse keni, mundet të hidhni edhe këto pjesët e këtyre erzave që ju kam thënë, mix erzash. Tani me kujdes që mos të na bëjnë dhe petët poshtë. Po. Sepse na duhet që t'i vendosim në frigorifer. Ose mund të bëjmë ndonjë gatim tjetër. Si, unë blodh këtu tani kjo, s'ka problem. Do të rrisë volumin në momentin që do edhim këto, laj pak duart edhe mbledh. Laj kati duart, ndërkohë që byreku bë shumë shpejt. Një recet për të bërë në pak minuta, mjafton të kemi larë spinaqin, ta kemi gati, një përzierje e spinaqit me kremin e djathit dhe me mixën e erzave, na janë dashur rreth 2, 4, 5, 8 më duket mua ose 6, 5 ose 6 pet, mjaftojnë për të realizuar këtë byrek, sepse pikërisht petët palosen, rrëdhosen, dhe kryojnë volum edhe nga përbërës të tjerë që ne do të shtojmë, si që qumshti, veza, edhe gjalpi që na ka mbetur. Më pas, do e themi pak edhe pjekjet, se kur punojmë me petë të gatshme, na duhet një lloj kujdesi i veçantë, duhet thënë që petët të mos na rrezikojnë të na digjen, edhe pse ato do të spërkaten në fakt, edhe do të mbulohen edhe nga qumshti, dhe nuk do të jenë ashtu të thata. Si kemi thënë që këto petët ne i ruajmë edhe i përdorim edhe herë të tjera. Merëm unë matë, vazhdo merëm me vezët, ise unë ri që ri, bëjnë do një punë të pakta, më të ngjeshura, i shoh unë kamera. Kështu që... Okej, heqim dhe këto e vendosim këtu. Që do të thotë, tani kemi vezë, 3-4 themun atje, nëse vezët janë të vogla, hidhi 4 kokra.
4 kokra vezë. Po. Hedhim pak të skrit. Një bezdista me këtë zhurmën, të mikrofoni, okej. Kur i vënë këto? Mi që se ju i pat, nuk ka nevoj të lëmë në vënd të dukshëm, ja po i lë këto. Ti hedhe pakës piper. Këty lloj byreku i shkon dhe arë moskati. Sodën. Një luk. Ska që marrë këtë se marrë me maj. Edhe qumë shtë i besaj. Qumë është, po do hedhi nga ky, që është më... Ka përqindje ndyre? Më të lartë. Më të lartë, që për zakonisht preferohet për gatimet që të ndihet pak. Edhe këtu do shtojmë edhe atë gjalpin me vajin e mbetur. Po. Por ndërkohë do shtojmë edhe pak vaj tjetër, sepse... Këtu? Apo do ja hedhësh nga sipër? Mund t'ja hedhim edhe nga sipër. Në një vënd do shkoj, thuaj. Në një vënd, tamam. Ky është, si thuash, gjalpi. Ja urdhë. Mund të merrni një garushë që ta hidhni. Një heshtje. Po të shikoj me vëmendje. Një heshtje. Jemi në përfundim të recetës të parë, pra tham që sot do të gatuajmë byrek me spinaqe krem djati dhe noodles me perime edhe me salsa pikante. Bëjmë kështu si bënin nën ato ashtu. Sepse do ta hedhim. Se kemi përdorur gjalpe vaj. Shiko sa ngjyrë të mirë që ka vaj. Po. Një ngjyrë jeshil, tamam vaj ullirit. Po, sa i mirë do bëhet ky byrek. E pra, edhe mua po më pëlqen në fakt, kështu nga syri. Tani spinaki nuk do thahet, sepse do rris volumin në qumshi dhe këto. Edhe do ta mbrojnë. Edhe do ta mbroj. Kështu që. E themi pak edhe pjekjen edhe kohën e qëndrimit në furn? Po, tani 180 gradë, 180, do me thënë 280 gradë, varet dhe nga lloji i furrave. Por ky lloj byreku, nga që janë dhe këto petët e holla, është mirë në 180 gradë dhe do ta lëni për 35-40 minuta. Nuk ka nevojë për më tepër, piqet shpejt. Kështu që që do të thotë ne në orën 10 e kemi gati, pa e ngutur, pa e nxituar më shumë se ç'duhet. Ja, ky është byreku me petë të rrudhosura, me djatin e shkrirë që e bën të veçantë, edhe me ato gjërat e tjera që tham pak më përpara. A do vish kati? Faleminderit Anil. E vendosim në furrë dhe do ta nxjerrim në pjesën e dytë, kur të jemi drejt përfundimit të kohës së gatimit. Ndërkohë që besoj është momenti që ne pak e nga pak të shkojmë drejt fundit të pjesës së parë, por sigurisht do të na konfirmojë regjia nëse është... Kemi edhe 2 minuta kohë, shumë mirë. Ajsa për të lexuar recetat, ato kritikën e vazhdueshme që ju na e bëni, mbajni pak më gjatë në ekran, ai tregoni pak më shumë përbërësit, ti shohim edhe një herë ato gramaturat përkatës e të secilit prej tyre, kështu që sapo e vendosëm në furrë, realizuar shumë shpejt edhe një recet që shijon me një sallat, me një tas kos, sot e keni kryer drekën dhe ne kemi bërë pikërisht byrek me peta të rrudhosura, spinaq dhe djath të shkrirë. Një pako peta, 500 gramshe, nëse do zgjidhin tek Neranzi 1 kilogram, të përdorni vetëm gjysmën e tyre. Varet dhe nga tava që do të përdorni në fakt. 500 gram spinaq, 300 gram djath të shkrirë, 3-4 vezë, 1 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj vaj, 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë kafeje me pluhur fryrës. Edhe tjetër gjë, çfarë do të përgatisim tjetër ne sot? Do të jemi në recetë aziatike, noodles me perime, përbërësit janë 1 pako noodles, 200 gram fileto pule, 1 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 1 kungulleshk mesatare, 1 spec, 1 patlıcan,
1 karot, vaj, 2 lugë gjelle salcë soje dhe 2 lugë gjelle salcë ballantines. Salcat i kemi këtu, do t'i lëmë gjatë gjithë kohës në ekran që kur të shohim njërën edhe tjetrën, ju të kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Pra kjo ishte salca e fundit. Kjo është ballantines dhe kjo është salca soja sos. Po. E kripur njëra. E kripur njëra, dhe pikante tjetra. Edhe tjetra pikante dhe shumë e shishme dhe shumë e mirë. Tregojmë pak vetëm mënyrën e prerjes të perimeve, sepse i kemi kështu në fije shkrepse. E i themi neve në gjuhën e kuzhinës, këto quhen fije shkrepse, do më thënë janë në këta, ose si mund t'i marrim kështu. Këto quhen fije shkrepse, edhe është, si thuash, mënyra që e bën të veçantë kuzhinën kineze. Zakonisht kështu i presin ata në fije, edhe për shtësit që i mbledhin, kështu i lënë në fije. I presin në këtë mënyrë, sepse i gatuajnë shumë shpejt, ata e kanë gatimin shumë të shpejt. Po, e vërtet. Nuk të vonojnë, do më thëmë, për të me kavardisje. Do ta shohim se si do t'i përgatisim kur të kthehemi në studio, sepse kemi nevojë për pak pushim. Edhe patullxhanin. Mirë Kati? Po. Këtu jemi na, nuk lëvizim. Publicitet ju presin në studio. E pas. Shihemi pas pak. Dhe ne jemi në studio përsëri për të vazhduar kështu recetat ku i lam. Receta e dytë do të përfundoj në pak minuta, sepse nudelsat bëhen shumë shpejt, filet e pulës gjithashtu, edhe perimet janë duan një gatim të lehtë, pra jo një gatim siç ne e tham, në gatimet tona përgjithsisht i skuqim edhe i gatuajmë shumë. Do të nis puna nga filetoja pulës, do më thënë do të edhe, dhe pastaj perimet me radhë. Por shikoj këtu për pjesën e patullxhanëve që dhe këto i kemi të prera në fije. Për perime mund të zgjedhni, do më thënë, që me karot, me spec të kuqe, spec jeshil, kungull, patullxhan, pra këto janë ndonjë qep nëse doni, ndonjë thelp i hudhër. Pra perimet që përdoren. Tani, unë kam vendosur tiganin që të më ngrohet dhe do të hedh këto filetot e pulës. Që t'i pjek paka shumë. Pa vaj, ashtu i fillimisht po, do t'i hedh kështu dhe pastaj do t'i hedh dhe vaj. Kati ndjes që unë të ndërpres, po kam përshtypjen që edhe byreku është gati në ato, apo t'ja ulim të kulloj, si që themi. Uli pak temperaturën Anila. Duhet se ka marrë goxha faqe. E hedhim edhe vaj. Është një recet që bëhet shumë shpejt, ndërkohë këtu kam vendosur ujë të më valoj për pjesën e Nudelsave. Që janë makarona, që ta themi edhe kështu, që ta kuptoni se ndoshta që kemi hasur. Janë makarona të tyre, do me thënë specialitet të kuzhinës aziatike. Janë të lehta faktikisht, kuzhinën aziatikët e kanë shumë të lehtë, të shpejt në të gatuar, kanë ato mjetet e tyre, një tikanë që është me fundë sferikë dhe ai ndihmon shumë që edhe mos të krijojnë këto, si thuash, si neve tiganët na spërkatin, ato i kanë në këtë mënyrë që ato tiganët e thellë që përdoren përgjithsisht në për restorante, ku skuqet edhe gatimet i bëjmë thjesht me lëvizje tigani, nuk është se janë me lugën e drurit si ne, do me thënë ka ca karakteristika gatimet. Çdo vend ka karakteristikën e vet në të gatuar, në të shijuar, në bazë të produkteve ushqimore që ka çdo vend, kështu janë edhe këto. Tani hedhi me radhë, nuk ka nevojë domethënë që tash mundet edhe t'i nxjerrni pjesën e këtyre, domethënë të filetos, por s'ka problem, neve kemi pak të madh tiganin, kështu që do i hedhim. Tani do t'i hedh edhe krip, sepse kripa është ajo që do t'i ndihmojë që të na zbuten. Për punën e erëzave nuk do përdor, domethënë thjesht krip edhe piper që kam atje, ndërsa do t'i aromatizojmë me këto salsat që përdorin, domethënë në kuzhinën e tyre. Vazhdoj të hedhë edhe, dalë të marrë me një pirun më mirë. Patullxhanët. E kam betur edhe kunguj dhe qepa.
Që patlıgjanët që shikoni që ka ruajtur këtë ngjyrë i kam vendosur në pak krip, që mos të më nxjihen. Bëhet shpejt si gatim. Edhe kjo ndihmon që edhe mënyra e prerjes së perimeve ndihmon, domethënë që të na bëhen shpejt. Ajo që ngelet do të hedhim edhe pjesën e kungullit. Edhe unë kam prerë edhe qep në fieshkë, që mundet të shtoni, mundet edhe mos të shtoni. Po nëse doni, mundet edhe të shtoni. Ndërkohë që mund të shtoni edhe në një helpi hudhër. Po, nëse doni, po. I lëm pak këtu që të gatuhen. Si është byreku Anila? Mirë është. Ndërkohë sa të më gatuhen pak, le të përmendim, domethënë se çfarë kemi bërë neve në pjesën e parë. Mendoj se është dhe gati për ta nxjerrë, thjesht unë po e lë që të presim momentin final, edhe pse kjo pjesa e dytë gjithmonë kemi një kohë më të shkurtuar, kështu që çfarë kemi gati, Emira, është ti i tregojmë se çfarë kemi përfunduar, pra bëm një byrek, po thoje? Po, byrekun të cilin neve kemi përgatitur me petë të gashme, me spinaq, shumë e rëndësishme është pjesa e djathit të shkrirë, si që shikoni është një djath tjetër, nuk është, ka të shijen e djathit bebe faktikisht, nuk është ai djathi tjetër, mascarpone ose një djath tjetër i shkrirë, që përdorim zakonisht edhe atë në gatim, por jo vetëm edhe për ta konsumuar kështu siç është. Neve fillimisht kemi grirë spinaqin, më mbrapa shtuam te spinaqi krip edhe pak krip faktikisht edhe nga i mix i erzave, për t'i dhënë një tjetër shije, kemi shtuar djathin, e përpunuam bashkë spinaqin me djathin, hapëm petët, i spërkatëm me pak gjalp edhe me vaj, i rudhosëm dhe i vendosëm në një tavë. Mund t'i vendosë në një tavë të rumbullakët, mund t'i vendosim në një tavën e sobës që t'i vëni në drejtim, në formë shiritash. Më mbrapa kemi përgatitur, si të thuash, 3-4 kokra vezë, një filxhan qumësht, një lugë baking powder të çajit, i përzijem të gjitha këto bashkë, edhe shtuam aty dhe vajin e mbetur, do me thënë gjalpin dhe vajin e mbetur. I përzijem dhe ja hodhëm lartë të tavës, pak vaj në momentin e fundit, edhe në furrë. Temperatura e furrës duhet jetë ndezur më përpara në një temperaturë 180-200 gradë dhe do ta lëni për 35-40 minuta, do ta keni gati, nuk ka nevojë këto petët, edhe gjithë këto produktet e tjera, s'ka nevojë që të qëndrojnë më tepër, aq është koha e mjaftueshme. Ne e kemi në furrë, së shpejti do ta kemi edhe këtu në tryezë për ta parë. Mendoj ta nxjerrim Kati dhe këto kohë që na ka mbetur të merremi vetëm me noodles, sa byreku ynë që Kati sapo e përshkroi dhe unë ju kujtoj se pak minuta më vonë, ashtu sikur se çdo ditë tjetër, duke klikuar në YouTube në dy kanalet tona zyrtare, News 24 dhe Villa 24, ja ku e keni, bashkë me recetat që kemi gatuar nga dje e në vazhdim, do të gjeni edhe recetat e ditës së sot, në ku do të gjeni gjithashtu edhe byrekun me spinaq, që unë baj në duar, ja ku është, shikojni, edhe noodlesat me perime e mishpule që Kati po përgatit tani. Të lumshin duart, Kati e ka qartë. Faleminderit, Anila. Edhe vërtet kur e sheh kështu, nuk e kupton si është bërë palosja e petëve që ka marrë këtë pamje. Edhe spinaqi na ka mbajtur atë ngjyrën e jeshile dhe do ju them pse. Ndërkohë të dashur anëvisa, ja këto janë noodles. Shumë e din dhe i përdorin këto, nuk është se është herë e parë, kanë mbajtur kaq vite tani që përdorin këtë gjë. Unë ndërkohë do të hedh ujin këtu, më mirë se sa ta hedhim këto në tenxhere. 3 minuta është mjaftueshëm. Ato fillojnë të shkëputen nga njëra tjetra, të zbuten me një herë. Edhe pse ngjasojnë me makaronat, shumë shpesh noodlesat përgatiten edhe nga orizi. Po. Janë noodles me oriz. Ka gjithashtu bio, siç ne i kemi sot në studio. Do t'i lëm pak të qëndrojnë, ndërkohë vazhdoj këtu te pjesa e këtyre perimeve. Ç'është e vërteta, duhet i kisha hedhur pak më tepër i ndyrë. Ne i bëjmë me vaj ulliri, zakonisht ata kanë, do me thënë, e bëhet edhe me vaj soje dhe me vaj të zakonshëm, bymor, me bymor është edhe vaj ullirit, nuk të po që...
Ja ka filluar tani që të zbuten. 4 minuta kohë kemi, kështu që... Ato të na shkrin, me të të zbuten. Do t'i hedhim brënda, do hedhim salcat dhe do i servirim. Ja, kështu. Ne mbaruam. Nuk, me gojë mbaruam, por duam pak akoma edhe këtu të na qëndrojnë. E skaluan 2-3 minuta, 3 minuta të paktën që të hapen. Po hapen shumë shpejt. Por që, tu ata presim që nga jo sa të në zbutet kjo? Mendoj që është shumë i nxehtë, por ti e di? Jo, thash që të merrem me ndonjë lloj pune. Punë është edhe ajo. Se nuk kemi shumë kohë, do mendoj që mreku është shumë mirë kështu siç është, nuk ka nevojë fare ta presim, ai duket që është edhe me çfarë ka brenda, se ndonjëherë i presim për treguar dhe se me çfarë. Edhe prandaj duhet të themi anvisave edhe për punën e temperaturës, më falni, që thamë që ta kemi 980 gradë, për arsye sepse këto petët janë shumë delikate dhe nuk duan temperaturë të lartë. Petët e gatshme do të ishte mirë që të i pregatisni në temperaturën 180 gradë. Është, do me thënë, temperatura më e mirë për pjekjen e petave. Kështu që edhe juve këtë temperaturë të ndikni në shtëpia tuaja, kur bëni, do me thënë, petat të gatshme. Sigurisht që neve pregatisim vetë, peta i hapin vetë, por janë disa gjëra që na ndihmojnë dhe bëhen shumë të mira edhe në këtë mënyrë. Edhe për punën e baklavas që thash pak më përpara. Okej, mirë, jashtojmë katë, jashtojmë edhe bëjmë gati. Po, janë shkëputur tani filluan, do me thënë, të shkëputen. Ja, kjo është, do me thënë, kjo është finalja e tyre, që të shkëputen nga njëra tjetër. Edhe në perimet na morën kohën e duhur. Tani ta hafrojmë. Po, faleminderit tani. Të bëjmë gati. Okej. Ju lën pak më tepër në shtëpi, pak më tepër, jo ashtu. Ta bëjmë. Do ta shërbejmë këtu apo jo? Jo. Në një nga ato rrumbullakët. Nga ato rrumbullakët Tanila. Edhe do të hedhim tani salcat. Ja të hedhim pak salcat, se që është e vërteta finale në këto lloj gatime japin salcat. Ato janë që e bëjnë këtë gatim të veçantë. Thamë që ne e sollëm në mënyrën tonë, në mënyrën më të thjeshtë. Ta hedhim. E kam hapur. E ke hapur? Po. Nuk e heqësh atë, po, është thjesht. Tani 2 lukë, thamë neve. Edhe nga salca soj. Sepse mos kam dhe tjetër këtu Anila të hapur. Edhe mund të kemi, nuk dihet. Ma jep ma. Duhet hapur dhe ajo. Hapur. Prandaj duhet kemi kujdes për punë e kripës këtu, se salca soj, përveç se shijes, ka edhe krip. Tani nuk duan më të qëndrojnë këto. Të dyja salsat janë shumë të mira. E ke gati. Urdhë Anila, faleminderit. I vendosim në pjatë dhe kështu shkëputemi, sepse jemi në sekondat e fundit. Kështë marrë atë pjatë pak më të madhe, po s'ka gjë. Po s'ka gjë. Bëjmë një pjatë për një person që konsumon një vakt të reduktuar. Ashtu siç duhet fakse, më shumë se aq. Okej. Jo, në rregull. Edhe ashtu që të hedhim pak si nga këto perimet. Aromën e ka shumë të mirë. Një shikim të fundit pjatave, sepse na duhet edhe meses kjo do është për atë shije. E ka. Se s'po nxjerr. Nxorë.
ishte i hapur, ndërsa salca e parë ishte e mbyllur. Kati, duhet të bëjmë përshëndetjen tani me zonjat që po na ndjekin dhe zotrin gjithashtu, duke të falenderuar edhe për sot e të lumshinduar. Këto ishin recetat që kishim këtë ditë të mërkur, koha për të bërë edhe ti përshëndetjen tënde dhe për të parë nesër. Po, faleminderit. Atëherë të dashur anvisa, këto ishin recetat që neve propozuam për ju sot. Shpresoj që të zënë vend në tryezat tuaja familjare. Sigurisht që ne i sollëm në mënyrën tonë, përgatisni edhe ju e kështu, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Nga unë Katerina mirupafshim, kaloshin një disa më të bukur në vijim dhe miru takoshim nesër këtu me Anilën time bukuroshen, me receta dhe ide të reja. Mirupafshim. Nesër në orë 9 në kuzhinë, të lumshinduar. Faleminderit e dashur.